VMT, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu siç thash, ka mbajtur konferencën e tretë ditën e djeshme për procesin e votimit në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës. Në këtë konferencë, kryesuesi i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, bëri të ditur se deri në orën 20 votimi është përmbyllur në 25 përfaqësitë diplomatike si shtetet Turqi, Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjik, Norvegji, Austri, Suedi, Sloveni, Danimark, Itali, Kroaci, Hollandë, Republika Çeke, Hungari dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Ndërkaq, në orën 01 të ditës së diel, sipas orës lokale në Kosovë, do të përfundojë edhe votimi në 4 përfaqësi të tjera në SBA dhe Kanada. Kryesuesi i KQZ-s Radoniqi njoftoi se gjatë ditës së votimit jashtë vendit KQZ ka qenë në kontakt vazhdueshëm me përfaqësitë diplomatike dhe se procesi i votimit është zhvilluar pa ndonjë pengesë. Ai në emër të KQZ-s falenderoi shefat dhe stafin e misioneve diplomatike dhe antarët e këshillave të vendvotimeve për angazhimin e tyre gjatë ditës së votimit. Sipas të dhënave nga 25 përfaqësi diplomatike ku është mbyllur votimi, por edhe nga të dhënat e orës 13, votimi në SBA dhe Kanada nga 19.187 votues të regjistruar kanë votuar 81.29% apo 15.597 votues, tha kreu i KQZ-s ditën e djeshme në konferencën e tretë për shtyp. Sipas procedurave, këto flet votime nuk do të numërohen në përfaqësi diplomatike, por gjatë ditëve në vijim. Gjithashtu, gjatë ditëve në vazhdim do të cilën në Kosovë edhe numërimi i tyre do të bëhet pikërisht në territorin e Kosovës, ashtu siç në fakt është bërë ditur edhe më herët nga ana e Komisionit Qendror të KQZ-s.